Në ditën e dytë të pushimeve tona, u zgjova shumë herë, sigurisht që s'kisha nerva të bëja absolutisht asgjë, bëra vetëm skincare-in, u vesha dhe isha gati. Sot na priste një ditë fantastike te klumi i Shalës. Sapo dolëm nga dhoma, na doli përpara kjo macja. Arritëm tek zyrat e Eagles Land, hëngërm edhe diçka për mëngjes, ndërkohë që prisnim për autobusin. Udhëtuam rreth 1 orë gjys larg Shkodrës për të marrë varkën për te klumi i Shalës dhe në një ndalesë që bëm pam edhe një macë tjetër. Bëritëm në destinacion dhe hipëm në vark. Filloni të numëroni kafshët që do shikoni në këtë video. Udhëtimi me vark zgjati rreth 1 orë dhe pamjet gjatë rrugës ishin fantastike. Për mua është vendi natyror më i bukur që kam vizituar deri tani. Sa më shumë i afroheshim lumit të Shalës, akoma më i pastër dhe i të dukshëm bëhej uji. Më në fund bëritëm, ne u akomoduam në Eagles Land dhe aty jashtë rastisëm me një lepur. U bëm gati shpejt dhe dolëm të konsumonim drekën sepse ishim zgjuar që në 5:30 të mëngjesit. Pas drekës dolëm të eksploronim pak Vërdall, unë futa pak këmbët në ujë, po ishte super i ftohtë, nuk e keni ide. Dhe kishte një rrjedh shumë të fortë. Mund të shihoni këtu pamjen e Kristit që e merr rrjedha e lumit. Pastaj vendosëm të ngjiteshim këtu sipër që të shijonim pamjen, duhet të ngjisje 199 shkallë. Uji është aq i pastër sa mund të numëroje çdo gur edhe nga kjo lartësi. Ndenjë me shijuam pak, shkrepëm disa foto dhe video dhe pastaj zbritëm. Morëm nga një akullore që të freskoheshim, pas asaj lodhjeje dhe ulëm tek një lokal që ishte përsëri me pamje nga lumi. Zbritëm aty poshtë dhe morëm kanoe. Nëse shkoni në lumin e Shalës, duhet me patjetër të provoni xhiron me kano. Nuk ishte edhe aq e frikshme sepse lumi në shumicën e pjesës ishte goxha i cekë. Edhe atje ku bëhej i thellë, dukej sepse ndronte totalisht ngjyra e ujit. E mbajtëm kanoen për 1 orë dhe ja dolëm më së miri pa u rrëzuar asnjëherë të vetme. Erdhi pasditja, ne shkuam në dhomë, ndruam dhe dolëm përsëri këtu për pak rakristi. Shkuam tek restoranti që të konsumonim darkën. Nuk kishim shumuri, kështu që mbaruam shpejt dhe pastaj zbritëm tek zjarri. Zjarrin e ndiste vet lokali dhe pamja gjatë natës ishte kjo. Pasi perëndonte dielli, aty bëi vërtet shumë ftohtë, kështu që ndenjëm rreth 2 orë pranë zjarrit duke u ngrohur dhe pastaj shkuam të flinim sepse ishim tmerrsisht të lodhur. Natën